Në thellësi të maleve të Pashtrikut, 1 kilometër larg fshatit Kosar të komunës së Gjakovës, fshehet një bukuri tjetër e Kosovës, shpella e Kosarit. Në një terren malor mjaft atraktiv, shtrihet kjo shpellë zbuluar kohëve të fundit, duke u kthyer në një vend shumë të vizituar nga e gjithë Kosova. Oborri i saj shtrihet me dimensione 22 metra gjatë dhe 10 metra gjerë, në formë të drejtkendshit të fortifikuar me mure të larta shkëmbore me një hyrje natyrore me shkëmbinje. Ambienti i parë është i përbërë me shkemb në anën perëndimore të korridorit, me dyshemi shkembore të sheshta të mbushura me shtresa dheu, kurse hyrja e kthyer nga lindja ngrihet 2.5 metra nga sipërfaqja e tokës, e që mendimin e një shkalle mundsonte hyrjen në shpellën e parë, që kishte gjatësi 11 metra, kurse gjerësi perafërsisht 2 metra. Shpella e dytë ndodhe në pjesën verëlindore të korridorit, shkembor me një hyrje që kishte orientim nga jugperëndimi, e gjatë diku 20 metra e gjerë deri në 3 metra, me një freskitje jashtëzakonshme që mbërtronte brenda, në të pavarësisht temperaturave të gushtit jashtë kësaj shpelle. Të dy këto shpella, sipas informacioneve që i poseduam, në hyrjet e saj janë të mbushura me shtresa të dheut të përzira me gur dhe bloz. Në këto shtresa janë gjetur fragmente atipike të eneve të qeramikave parahistorike të kohës e neolitike, ndërsa në korridorin e shpellës u gjetën fragmente tullash të antikitetit të hershëm, si dëshmi që shpella ka qenë e banuar në epokën e neolitike dhe në periudhën antike të shekullit 2 dhe 3 pas Krishtit. Nëse jeni adhurues i eksplorimeve, ja vlen të vizitohet ky ambient i jashtëzakonshëm për plot histori që ka kaluar në shumë epoka të njerëzimit.